A jena gati? Ali, Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Selam aleikum, kthehemi prap në podcastin ton Merr Frim çdo javë. Kurse këtë javë kena Hoxhën e nderuar Ferit Selimi, mirë se erdhe Hoxhë nderuar. Mirë se gjeta. Si po kalon e mirë? Alhamdulillah. Ka Zoti mirë. Hoxhë, sot në këtë podcast kena me fol 5 hadithe. Inshallah. Kështu që bujrom nisja me hadithin e parë, edhe më sa e shohim çish tek, a ka ndonjë pyetje nëse a mundemi me ndërhin dikon, as mundemi me ndërhin me vetë, me ato pyetje të stilit tem. Nëse është. Allah është përbleft apo mos për herë për thirrjen. Sa i përket do thotë kësaj temës për të cilën na keni thirrë apo që për mi fol 5 hadithe. Unë deshta me përmend mas për herë se ka shumë ulema të mëdhaj në botën islame, të cilët për shembull kanë shkruar libra, në të cilat libra për shembull thuhet 40 hadithe. Për shembull, thonë atë Imam Neveviut ose 40 hadithe të Imam Axhurrit ose plot libra ka kështu me 40 çka lidhen ato. Interesant. Pse kjo? Për atë arsye se ka do hadithe dopta, çka thonë, apo thonë që nëse i din 40 hadithe pejgamberit alayhis salam, meriton shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E për atë arsye do thotë shumica e dietarëve masanena janë mundu me lën kanë libër çka ka atin 40 për shkak që më kanë nën shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si që kanë menuar së Po. Për kur më thirrë për Imam Neveviun, do thotë i cili do thotë ka vdekë viti 676, çështu. Ki akon do thotë shumë dietar i madh i hadithit. Bile disa prej ulemave që folin për hadith e konsiderojnë se është imam, do thotë në hadith, edhe është mujtahid më rësh. Ashtu që kanë kërku do thotë pitina me shkruajt një libër, në të cilën libër do thotë do të përmbledhen shumica e haditheve, me të cilat do thotë hadithet kanë me mujt me rrumullaksue dinin islam apo. Edhe pastaj imami ashtu ul edhe i ka zgjedh ato hadithe apo, edhe i ka fut me një libër, të cilën libër e ka emërtuar 40 hadithet e Imam Neveviut. Kur në të Imam Neveviut du me cek që ka vdek në moshë 3 apo. Po çështë është apo. Parafrazisht 40 vjet apo. Sa unë është ashtu. Ashtu që do thotë ki pastaj i kam mbledh do thotë këto hadithet me një kitab, edhe do thotë shka është më interesant se ka fol në ato hadithe pi ke temave. Do thotë jo veç për shembull në fik ose në akide ose në sire, po i ka grumbullu këtë temat, ashtu që sikur e ka kompletuar dinin çto 40 hadithe. Edhe ki libër do thotë nuk i ka 40 hadithe, po i ka 42. Apo këton? Edhe të arab për shembull e kanë traditë që kur të jetë te 40 që plus minus 1-2, do thotë në folin me numra tamam. Nuk folin për shembull 42, po 40 apo. Po, qartë. E rrafshan. Edhe shka është më interesant, mase këtë libër do thotë e kanë komentuar edhe hadithet edhe dietar të tjerë, edhe mase kanë shtuar edhe një hadith në ta. Për shembull sikur shka është i Ibn Rajab al-Hanbali, i cili ka shtuar edhe një 8 hadithe në ta, i ka bën 50 hadithe. Edhe e ka emërtuar për shembull këtë libër libri i urtësive. Pse? Për atë arsye se këtë urtësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka shumë urtësi pejgamberi, po janë munduar me i grumbulluar në çeto hadithe. Këtë libër për shembull hadithin e parë të cilën e ka transmetuar është hadithi innamal a'malu binniyat. Këtë punë që i bojnë ana, do thotë janë sipas niyetit. E tash për shembull këtë hadith e transmeton Buhariu, e transmeton Muslimi. Në përplot librat hadithit do thotë e ki këtë hadith. E ki çka ka bën te këtë këto libra që kanë për shembull hadithit ku transmetohet do thotë i ka nxjerr apo tan për me vënua do thotë librin e tij. Edhe shka është më interesant që për shembull shumë dietarë që shkruajnë për shembull çështo 40 hadithe ose temat ngjashme, do thotë krejt e kanë përmend këtë hadith.
ndërta do thotë edhe Imam Axhurri e ka përmend, po nuk e ka përmend të parin, po e ka përmend për shembull thojna tretin, merren. Atë parin për shembull e ka përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë me yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fi din. Çka do të thonë kujna Allahu dhul xhelal ja don të mirën, ja ban nasip me marrë vesh dinin e tina. Secili njerë për shembull çka e njeh dinin e vet, le ta dinë që Allahu dhul xhelal aty ja dasht mirën. E për atë arsye do thot ai edhe pëmson do thot dinin e Allahut dhul xhelal. Te ki hadithi i parë për shka po dojna me përmenën, është shumë interesant. Se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur një muhabet, sikur sot që ka ndodhur një muhabet, apo këtan shak na çef mi mor njerëzit na përgoj filani e bën çështo, filani e bën çështo. Edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka shkuar një muhabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se filani dhe nuk i ka bën hijretin tamam për Allah dhe për pejgamber. Po ka qenë fejuma me një gruje në atë vakt, apo tonë ajo gruaja ka bën hijret, mase ki për hatër të asaj grujës edhe ki ka bën hijret. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë një rregull generale për ata dhe për këtë neve, apo këtan. Në të cilin do thotë na ka kuptuar se krejt punë në Islam çka i bojna sipas qëllimit, çka i kena na. Se ti mundesh për shembull më falë, po nuk e ki qëllimin për Allah, e ki qëllimin me të pa dani kush, ose mundesh me dhon dani sadaka, po se ki qëllimin për Allah, po mundesh e ke dhon për dani kan tjetër, a din? Lloj gjona, sikur për shembull çka është ajo meselja e Imam Basris, nuk e di ai kingu apo jo, një herë kishie më fal me një xhami, apo edhe xhamit përpara nuk ka qenë mestruj, sikur sot çka janë mestruj, po e ka pas një qiri që atin dikun apo sa për me bën e dritë. Edhe Imam Basria për i qënë durt për pjetë, edhe po thotë o Zot, s'po dive, thotë qysh me të falenderu. Sa ma shumë shka po japone, ti qash ma shumë, po mjep, apo tam. Edhe njoni e ndëgjoj këtë lafë për Imam Basrijës, apo tam, edhe shka, janë ishë edhe aj me shpënda pasunjën e vetë. Shpëndoj, ranë patos e rifi. S'po jep, apo? Kur ranë patos edhe shkoj të Imam i thapë, në ke morë në qavëve, tha pse, po unë të ngova ti të thonë apo o Zotën e sa shumë po jap ti çash më tepër po mi kthen. Unë kom dhënë edhe s'po më kthehen të mas. Edhe Imam çka i tha, këshire ka një dallim mes meje dhe teje. Ha? Çka ka dallimi? Nuk ka te e dhanmja, po është te niyeti. Se Imam Basria i ka dhënë për Allah. Edhe Allah ja ka kthi, ama ki i ka dhënë për mi ushtu. Po, si ka dhënë për Allah, po për mi ushtu. Po ka ndryshuar niyeti apo ta. Ashtu që kur ndryshohet një jeti, masanena do të për çfarë shka i ke bon, shkoli për shpërblimin të çaj, shka i ke bon. E këtu te ki hadithi, të kthehemi te mas, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Secila punë është sipas niyetit, dhe secili njeri do të shpërblehet për çata çka i ka bon. In kanat hijratuhu lillahi wa lirrasul fa hijratuhu ala ma hajara ilayhi. Nëse hijreti i tina është për Allah dhe për pejgamber, hijreti i tina e ka shpërblimin për Allahut dhe pejgamberit. Po nëse është hijreti i tina për me martue një gruje, hijretin e ka për çfarë shka e ka marrë. Edhe u bitis puna. S'ka të Allah kur gjomë. S'ka të Allah kur gjomë, se do thot një jeti jetë akon për me shku me martue një gruje, e ke martu grujen shtaj që të sërë më slip. A muj me ndërhinjë qëtu pak. Po, urna. Edhe jeni më shumë edhe një hoxhallar, një ndër hoxhallar më të vjetë. Shembëll këto që knojnë ilahije. Po. Shesh nuk po hina në për njëjtë, larga saj subhanallah. Ose ai që knon Kur'an, ose funit hoxha, shkon perëndim. Nëse e ka një jetë për me shpërnda, përzirja një jetit nëse bëhet, a lejohet, as lejohet, për shembull, edhe me përfitu diçka se fukarallëk, sen duhet mu majt familja, po edhe me shpërnda fjalën e Allahut, me bë program islam. A është problem kjo? Jo, nuk është problem, por na duhet me ditë një sen. Do thotë qëllimi final i jotja është më kanë për hir të Allahut dhul xhelal. E pastaj nëse dikush don ti me të shpërbly, atëherë inshallah Zoti i shpërblen. Ama qëllimi çka është? Qëllimi është që për me thonë ti fjalën e Allahut edhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë me knu ilahin me niyet me kënaqë Allahun. Ishte nëse vjen ajo është mirë. Nëse vjen ndaj parë, ndaj pasuri. Folën me karta çek. Ashtu që do thotë
ka do thot punë më të mëdha se kjo, kupton. Po do po si shembull. Për shembull, çka ka dallim, thojna për shembull prej 2 recateve sunet sabahit edhe 2 recateve farz sabahit. Kret njësoj janë. Thu Allahu Ekber, i kënan surën, shkon në rukun të hijat. Veç dallimi është e niyeti. A i ke bon niyet me fal farzin, a i ke bon niyet me fal sunnetin. Po më kupton? Do thotë niyeti. Ose për shembull do punë tjera, ti për shembull falesh, apo tan, ama kur hin mu fal, për shembull nuk i ki niyetin që me gëzu Allahun tan, po e ki niyetin që me të pa njerëzit. Ja, atëherë pra mos lipi Allahut. Me gëzu shefin, për shembull, i cili është pak më musliman. Se Allahu Dhul Xhelal është ortaki më i fortë në dunjë. Apo tan, kur kush nuk mund të pas dani ortak më të fortë se sa Allahin. Nëse një punë e ke bën për Allahun, edhe për dani kan tjetër, në ditën e gjykimit ku dalsh, Allahu thot ti lash ty e krejtat. Apo tan edhe për hir të kujt ne ke bën ti. Atëherë do thot mos lipi Allahut kur gjë. Ama kur ta bansh veç për Allah, apo tan, atëherë do thot e ki shumë se vapin e madh. Për atë arsye ka dhe njëherë me u fal kur nuk shef kur kush hiç. Është shumë se vapi i madh. Se s'ki kujna më reklamu, ha? Se kush ka për shembull namazin natës. Nuk shef kur kush, ama Allahu shef. Ose për shembull ka njëherë kur merr abdes, ha? Nuk merr për me të pa doni kush, apo po merr ti thjesht bukon i pastër që me dal përpara Allahut tan. E ka njëherë ki se vapin shumë më të madh pi abdesit. Apo ton se sa kur të hinë edhe vezvese qera. Për veprat qera të cilat i punojnë. Inshallah Zoti na i falë apo ton. Amen, amen. Kjo temë për njetin është ka shumë e madhe është apo ton, për ata që po lidhi personalisht me s'ka do thot vepër shka ti e punon që s'ka niyet, apo ton. Për ata që do thot Imam Buhariu për shembull e ka rënit hadithin e parë për mbledhjen e tij. Imam Buhariu, i cili ka ditë këtë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me të mira e me të këqija, ama kur ka hyrë me bon selektimin e haditheve, se Imam Buhariu ka shkruajtur për shembull veç hadithe sahih. Apo e të parin hadith do thotë ka shkruajt këta e ka shkruajt. Njëjtë për shembull edhe Imam Neviu ka shkruajt ka zgjedh këtë hadith, edhe ka shkruajt të parin në përmbledhjen e tij. Ashtu që do thotë secilën vepër të cilën na e punojna, as ka vepër të nuk e punojna, që nuk është e lehtë me niyetin. Do thotë e para punë, do thotë niyeti duhet të mkon për hir të Allahut Dhul Xhelal, jo për njerëzit. Podcasti shin. Po, a mëresh. Si autori podcastit. Po, shka dush ka ban, desh podcast, desh namaz, desh shka dush ka ban, apo do të me pas niyetin të pastër. Inshallah Allahu Dhul Xhelal na i pastron niyetin. Për atë arsye pra dietar thonë që ibadeti më i madh shka është me pastru niyetin. Jo më fal, apo as me agjinu, as me dhon zeqat, as kur gjon. Po çto? Do thotë ibadeti më i madh çka është? Për shka se shejtani vjen të ban vezvese. Edhe shejtani nuk ka kallash, as nuk ka thik, as nuk ka kur gjon. Çka ka vezvese? Edhe mundohet ai çati me ta shtin dani vezvese, apo që ai mos shef dani kush jam mos po dani senja ku e di shka ta mërta, ta hub mase niyetin shka e ki për hir të Allahut Dhul Xhelal. Duhet shumë me pas niyet, me pas kujdes për niyetin të cilën na e bojnë, apo që më kon për hir të Allahut Dhul Xhelal. Shkojmë me hadithin e dytë hoç. Po. Hadithi i dytë është shumë interesant. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ahdatha fi amrina hadha laysa minhu fa huwa rad. Do thot edhe këtë hadith e transmeton Imam Buhariu edhe Muslimi edhe plot përmbledhje tjera të hadithit transmetuesish. Çka do të thon men ahdatha fi amrina hadha. Kush shpik diçka në këtë punën tonë në Islam demek. Çka nuk ka shpitina është e refuzuar. Ai kemi çfarë? Bidati. Po, do thot bidati. Pse ka dhënë herë për shembull ti ki qef me punu dani vepër me të cilën don mu afru te Allahu Dhul Xhelal. E tash veprat të cilat mundesh mu afru te Allahu Dhul Xhelal, mas miti na i tregon Allahu edhe kush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për atë arsye do thot prej ajeteve të fundit, jo bashi fundi, po prej ajeteve të fundit ka zbrit el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Do thot unë po ja plotësoj sot fejen edhe po ja plotësoj juve nimetet e mia. Ashtu që ki dina është i kompletuar. S'ka çka më shtu mos. S'ki çka më shtu, do thot ke çka dashti ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
përpara teje. E thash ti më bo ma i menqëm edhe me thonë, kire ndështa që tu a dash me bo edhe qëta, ndështa që tu a dash me shtu edhe qëta, ndështa që tu këvedi qëka, ja. Në nëshmusin dhe i pengamerit Po, është. ashtë në nëshmusi, apo të në ashtë e pa pranume. Për këtë arsye pra, çdo vepër të cilën na dojna me punu, e në veçanti të ibadetit, apo të në veçanti të ibadetit, dhe thot janë shpjegume. Me fjalë të Allahut edhe me fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E çka dush ti me fut diçka ose me nxjerr diçka, do thot është e papranueshme. E për këtë arsye do thot kjo fe është e kompletuar. E jo një është veç me mësua që ashtu që e ka zbrit Allahu dhe që ashtu që e ka spjegu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk ka nevojë ti me filozofu këtu me thonë, jo, ka dash që shtu me thonë, jo, a konë që shtu, jo, ku e di shka me përdorën, do thonë, Jo, koha së në shkështu, jo, ku e di shka, jo, do thotë, është krejt e qarta këta. Për këtë arsye, pra, nuk duhet, do thotë, shumë me u lodhën këtë puna këta. Unë nuk mujnë me Se kuptu janë gjonat e shpjegume, Po. do thotë, janë gjonat e definume këta. Po, dhe më thonë, s'ka kur gjo me shtu. Mirë po ndodh një këtë shkuptim gjatë debatit. Risia në fej ka dallim me risia në dynja, po. Risia në dynja është e lejuar me bidatin në dynja. Normal, këta. Do Se thotë, di se shpesh thënë, atëherë pse nuk hesni me deve, po hesni me automobila. Po kjo në dynja është e lejuar. ashtë që të sena, ja. Qetër muhabet. Janë mjetet e transportit, të cilat ndryshojnë me kohën, apëtan. Ama, për shembull një jeti, është qaj, lindje e diellit, është njësoj. Perëndimi i honës, është njësoj. Dashuria, është njësoj. Vdekja, është njësoj. Dhimbja, është njësoj. Përmallimi, është njësoj. Qire janë dosene të cilat për shembull janë shpjeguar, apëtan, me Kur'an dhe me hadith, të cilat do thotë janë njësoj të këtë gjeneratat. Desh në kohën e pejgamberit alayhis salam, desh sot apëtan. Pa marrë parasysh se sa vjet ka dallim, do thotë një jetë janë një jetë. Mërësh, nuk mund më konë të thotë ndryshe. Lindja është lindje, vdekja është vdekje. Apëtan. Ashtu që për këtë këto punë, nëse dojna me hinë detalje, ka ajete dhe ka hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që mjafton me thonë, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, edhe mos me hi me bo filozofia ma shumë. Jo e ka pas një jetin qështu, jo e ka pas një jetin gjashtu, jo me bo, dhe thot, mendimet të lëllëshme. Se bebi se që ta shka dasht me thonë, e ka thonë Allahu edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do është edhe një pyetje edhe kësaj teme, kur kesh tash me ke një vllau ma dha një ide shumë interesante. Se kisha ditë, subhanallahu. Tha blej do çokoladë do hurma, tha dhe shpërndoj për shpirtin e babës nanës. Sa di umrezive. E i tha shumë ide mirë, i mura ato çokoladat, i mura ato, edhe i shpërndoj ato të lotë, si cëllë e merka. Një edhe u gëzojsha, di se kjo shkon se va për babën. Njërin koment tha kjo është bidat, çka i të bote, ai të marrë, të më prish. A është bidat çka i mbonja? Jo, nuk është bidat, domethënë. Për shka nuk ka bidat, për atë arsye se cilën vepër shka e punon ti, jo veç shka e ke shpërnda çokoladën, po edhe namazin kur e fal, edhe agjenimin kur e agjenon, edhe sadakajn kur e jep, i shkon se vapi babës edhe në nëstone, se ato janë konë sebeb për me ti mësu këtë gjona. A i ke pa na, kur falmin namaz, shka thujna? Rabbena gfirli, wali walidej, wali l-mu'minin e jaume e kumul hisab. Me fjallë tjera. Qka dhe me thonë? Kur t'janë ishë për shembull me falë sabahin. Kur kush nuk ban jetë, me thonë, për bajnë jetë me falë të 2 recate sunet sabahit për zatë Allah, të këthejo nga kilblia se vapin e këtini 2 recateve banë një jetë për mu edhe për babën teme, për nanën teme, për këtë musliman. S'ka kësi një jetë, ja pëtan. Ama faktikisht që të 2 recate shka ti i falë, i shkon se vapi. Shpirtit tanë, i shkon se vapi, shpirtit babës edhe nanës tonë edhe krejt muslimanëve. Apo më kupton? Automatikisht. Po, për atë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 2 recate sunet sabahit janë më shumë se sa dunjoja dhe shka kon ta. Se ti, për shembull, me dasht me i përshëndet këtë musliman që janë në dunjo, shka kanë shku dhe shka kanë më ardhën, dhe thot me pas një laps, një letër, të hargjot këtë lapsi edhe këtë letra dhe s'munësh me javë shkrujt këtë. Së një del në qashtë. Ama faktikisht dhe thot ti me qëtë laf shka e thue, krej që të njerëzi kanë se vapi ti. Apo më këtan? Amarash, ti ka dhe njëherë për shumë jetu flet, a logaria jo të mushet me se vapi, se da një kush qeter, da një muslimanat të mo duha për tyje. Apo këtan? O Zot, falem muë, babën e nanë dhe krejt muslimanat.
do thotë ti mas jenërin në muslimane hindojnë e tina. Apo kupton sa i madh është kjo fe, sa e gjon. Do thotë nuk ka veç për veti, por është për këtë musliman. Ashtu që secilën vepër që e bën do thotë ti i shkon atëve. Edhe ka do thotë plot hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shka folin për këto. E ndërto do thotë është edhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kuranis për me shkue për në haqë, e ka ngu njënin të thonë, lebej kanë shubrume. O Zotë, unë e ti për të përgjigjem për shubrumin. E ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush është ai shubrumi? I ka thonë, ekhun li, au karibun li. Do thotë, shubrumi është një afër me jemi, ose një vllavjem. E ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ke bën haxhin ti për veti? Ka thonë jo. Ka thonë, bani një herë për veti, mas e nej për ta. Ashtu që në Islam është mas pariherë du të më munu na më bëtë mirë. Apëta nami kry veprat e tona, shka i kena obligime e masën e masit i bojnë atona, të atërë mujna mi bo për babe, për none, për vllahe, për keqet. Ama kryesorja është njëherë ti mu drejtu, mu regullu. E ti kur drejtu është të regullohesh, masën e dikush të po tyje, regullohet të dhaj. Ama pse për shembull shumë njerëz sot nuk po rregullohen? Pse nas jemi rregullu tamam çish duhet. Se mu kon të rregullum na çish duhet, do thotë atëherë punë bën mirë. E inshallah Zoti na rregullon ka hajde dhe ka e mirë. Hadith e mrekullueshëm. Vazhdojmë me hadithin e tretë. Me hadithin e tretë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el halalu bayin wal haramu bayin wa bainahuma umurun mutashabihat. Halali është i qartë, edhe harami është i qartë. E mes halalit edhe haramit ka gjona të cilat janë dyshimta. E kush bjen që ato gjona të dyshimta ka ron haram. A i kemi qartë. Do thot do të me ditë. Ose halal ose haram. Mos këshir do thot me hinë të dyshimta. Se si të hinë të dyshimta, mo shkon ka rave, apo ta shkoj ka harame. Ashtu që edhe një fëmijë të vogël për shembull me vetë, apo ta tojna për shembull shka është rakia, thot haram është apo ta. Mi vogël apo ta. Alo sa s'ka hin bile gerifi apo ta, ama e din për shembull këtë rregull. E janë disa gjona në Islam shka i din krejt, apo ta. Mëkatet e mëdha, haramet, apo ta. E kur ti mirësh me numëru ato mëkatet e mëdha, si ka përcen as 10 gishta, apo ta. Amëresh, ose kur ti kishesh për shembull haramet, si ka përcen për shembull 10 gishta. Janë shumë të lehta, apo ta. E tash për shembull, për këtë mishtave kush është i ndaluar, mish i thevit, apo ta. Shtaj ti ki plot mishta qera, apo ta. Pse po shkon lope, mish pule, mish kaprolli. Pse po shkon bashkë te mish i thevit, apo ta. Çtaj ki haram largoj edhe tamash obitis. Për shembull ki plot pija, apo ta. Çka po shkon do thotë ai alkooli, apo ta. Largon alkoolin ato çert ki halal, apo ta. Çashtu do thotë këtë veprat që janë për shembull në Islam, do thotë dihet cila është halal, dihet cila është haram. E çtaj ka dhënë herë neve na i kanë. Ai ke pa për shembull shqiptarët e kanë një llaf thonë kush e prish burrin, kajza. Apo këta. Çtaj çështo është e njëjta, do thotë kush e prish Islamin, e prish kajza. Pse se Allahu ti ka caktuar çka është halal dhe ti ka caktuar çka është haram, e masane do thotë janë nisin njerëzit apo pak me kajt, edhe janë nisin mi rregullu gjonat edhe masin ku ta pash ka hi kus do të me hi, edin. E kom pasur një shok, ka konë shumë muslimani mirë këto në Shkup, edhe një kohë, apo tanë, që që kishte ekonominë mirë, janë nisi mi shku ekonomia të poshtë. Subhanallah. Apo këta. Edhe për vetë jone, tha, shka kjo punë? Tha, hoxho, tha, që taj për marrë vesh, apo tanë, një sen, a marrë vesh. Shka është taj seni? Aj për shemull, ja ka morë një njerit do pare borgjë, apo këta. E kërja ka morë ato pare të borgjë, nuk ka dash më morë me kamat, se kamata është haram. Po shka i ka thonë, hajtë bërmi ti muë që do një 100.000 euro, të punojnë me to, ama qirajën e qitë në dyqonit, ka me ta pagu e tije 1.000 euro. A qirajë e dyqonit, për shimull, në atë vakt nuk bajke ma shumë e 100 euro. Apo këta, dhe me kësë po t'japën e tije, kamat po ta pagu e qirajën. Sa zban? Pa, sa zban. E qëtaj, kjo, nuk mund është me rrejnë të Allahin. Kamat indirekte. Po, kamat indirekte, apo tanë. Nuk mund është do thëtë me bon dalavera me Zoti, se Zoti i din këtë gjonat, apo tanë. E na qëto e kena problemi, që i ka dhe njëherë po dojnë me rrejnë Zotin.
srrejnë zoti, apo tan. Pse Allah I din niyetet çka I kije në krija, apo Dhe tan. me thonë shoki e pa pranu Po. këtë gabim. Po, ai ka kontrollu vetveten, se secili prej neve kur e ban tani punë e kontrollon vetveten. Llogari, çka Po, janë e të bo. bonon e mira, se bona mira, e mashtrova dikan, se mashtrova dikan. E Zoti s'punësh me mashtru. Edhe ai e ka kontrollu vetveten, tamam, çto e pas na gabimin. Apo ton, e ka hekshat gabimin, mase Allahu i ka dhënë përsëri bereqet. Allah E e duhet rujtë secili prej neve, secili prej neve kur fund ditën, apo ton, kur nalesh me kontrollu vetveten, se do ai bëni mirë, si bëni mirë. Çka jam të bo? Po shkam të bo. Për shembull, ai ke pa, për shembull, një prej historisë Omerit radiallahu anhu, thojnë do thotë se e ka pas shkruajt me do thotë Teoda e Gjumit. Omer, sot çka ke bën për Allahit. Apo do thotë në fund Rikujtim. po rikujtim, fund ditës do thotë e ka kontrollu vetveten se ai bën punë të mirë apo jo. Se bo dita rutinore, e di haram. Edhe na do thotë. Apo ton secili prej neve në fund ditës e sheh ku e ka bën mirë, ku e ka bën keq. Apo ton. E për atë arsye duhet me lip istikfar. Me kërku falje që Allahu dhul xhelal me na fal. E kush kërkon falje, Allah ja fshin. Ama kush nuk kërkon falje për gabimet e vetes që i ka bën, atëherë huwa wa sha'nu. I thonë arabët, apo aja dhe puna tina, apo Allah është për para Allahit, e inshallah Zoti na fal. E për këtë arsye do thotë duhet mi kontrollu na veprat tona. Ai na të punu halal, ai na të punu haram. A kena hi mes halal dhe të haramit. Si më sit heq do thotë mes halal dhe të haramit, gotomo, shkoj ka haram, inshallah Zoti na fal. Amen. A është e qartë kjo? Hadith shumë I qartë. Do thotë Alhamdulillah. shire Imam Neviu që ka po kia kon ekspert apo ta. Do thotë I ka shoshit këtë, këto shoshit, e piket aty në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I kanë nxjerr 42. Apo këto. Edhe merri lexoj Po. qartë asen pa filozofi. Shire, do thotë Praktikoj. është një libër shka thuj se është I përkthim nga përket gjuhët e botës. Po, Edhe shqip, edhe arabisht, edhe turq, edhe anglisht, edhe gjermanisht, edhe çfarë dush gjuhët e botës merre, do thotë e kije këtë hadith. E kije këtë libër. E një për shembull për librave tina është edhe garanti ke lexu Riyadus Salihin. Po, Apo këto. subhanallah. Edhe këta e ka shkruajtur Imam Neviu. Çfarë të menoj apo? Po, po çka është mesela, do thotë e ka pas shumë niyetin e pastër. Është libër shumë I trosh apo? Po, është një libër do thotë çka ka zonë. Shumë I Po, madh. a mërësh, edhe çka do thotë rifi e ka pas niyetin e pastër. Për atë arsye Allahu ja ka bën nasip që me depërtu. Bereqet me pas. Apo me pas bereqet. Mos harrojmë shikuesin në rrugë, ka vdek në moshën 40 vjeçare. Ashtu që do thotë Imam Nevaviu. po ka shkruaj do thotë shumë gjona të cilat do thotë sot muslimanët përfitohen pe ilmit dhe pe ditonisë tina. Hadithin tjetër, E katërt apo? I katër, ma nehejtu anhu fashtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Do thotë kjo hadith shka kallzon do thotë nisen. Shka ju kum dalue, largoni pisajna. Shka ju kum urdhnue, sa të muni punani. Ai kemi qartë, sa të muni. Haramet do thotë duhet mu largu, a se vapet, sa të ki mundsi. Urdhrat. Po, apo resh, sa të ki mundsi qaq. Pse? Për atë arsye se para juve, do thotë janë bon helak, apo janë shkatrue njerëzit, për shka? Se kanë bon shumë ihtilafe me pejgamberët e tyre. E për këtë çështje, do thotë atë ka thonë pejgamberi që Çish ihtilafe? kanë Muhabete, po filozofi. muhabeta, filozofia, Pyetje çështo, përgjigje. po pyetje përgjigje, çështo, sa çështo, kupton. S'ka shka ti me bon filozofia ti, shka të ka thonë, Namazin fale, po, agjerera më. shka të ka thonë për shembull pejgamberi. Po noi që ta më nuk kry puna. Po noi, sa ki mundësi me punu, e puna, sa s'ki mundësi me punu, nuk të obligon për të thotë Allahu dhul xhelal. Ama haramin, atë ka thonë nale, ta më nuk, sos puna, s'ka filozofia ti. Edhe kjo do thotë është Hadith shumë I qartë. një hadith shumë I qartë për punën e tonë, të cilën do thotë na duhet me punu. Edhe për në fund po du me përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi Hadithi wasallam. pengst. Po hadithi pe ku thot min husni islamil mar'i tarku ma la yani. Prej heshijes islamit një njeri çka është, mos më morë me punë të huaja. Me punë çka s'janë kompetencat tua. Ai ke po. Na përse në punë I dalim I Zot. A përton, kur më na vesh që dikush ka një smut, na e kallzojnë në terapi, në bëmi doktor. Kur ju prishit dikush kerri, na I kallzojnë në këshire dush. Automekanik. Po bëmi automekanik. Kur se të në punë, a përton.
Nuk ka veç të doktor lëket e të mekanika ma. Se po punë të hoxhallar. Mës volmi atje kupton. E të projnë ashtu që a nuk ka puna jote. Le këtë punë, nuk ka është e jote, as kish ka përzi, kupton. Edhe çështu ka përcen do thot mas mirë. Që kjo është muslimani më i mirë, kupton. Do hadithi i pes kanë edhe një herë kështu tekstualisht. Min husnil islamil mar'i tarku ma la yani. Prej bukurisë të islamit një njerit është mos më morë me punë të huaja. A kupton? Nëse me punën e vet. Po me këshir punën e vet, nëse muj me përkthiun e kështu shqip se ka manoja shumë më të mëdha që hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po mundona me shqiptarizu, kupton? Po me bëj në gjuhën tonë. Ashtu që do thot s'kish ka më morë me punë të huaja. Leja ato le të kishin punë të vetë, të kishin punë të tua, çështu ka përcen mas miti. Inshallah Allahu xhelal na ban pjatin vesh ka kishina punë të tona, jo s'ka kishina punë të hallkive. Pse se na tek e funda kena me dhon përgjigje për punët e tona, jo për punët e hallkive. Po kena me dhon përgjigje për punët e tona, inshallah Zoti na ordon ka hajër dhe ka e mira. Hoxhallah shpërblet për hadithet, çkit po ta marr kam e lënë çtu për kujtim. Se kena me vazhdu, ala. Okej, mirë, kjo është një koncept i vogël apo që ka i kom nxjerr prej librit apo nuk ka tani sen. Inshallah Allah na mundson ta kryjna këtë në podcast. Do thot porosia ime çka është, apo mos më lën me çdo pes hadith. Po më vazhdu atje. Me vazhdu apo se si ka shkruar për Badiava, apo si ka zgjidh. Se kur ti mëson për shembull ti çdo 40 hadithe e ke mësuar më nëse fen këtë. Jo bash, do thot jo bash komplet, no apo këtan, po çish më thon e ke përmbledh, apo ne ke përmbledh, masë ne se son punë ka detaje, ama ato gjonat kryesore do thotë i din. Ashtu që nëse don për shembull më kon një dietar apo ton është mirë që jo mirë, po shumica e dietarëve din këto hadithe përmesh, apo ton. Nëse don për shembull më kon një musliman i mirë, e don më kon në shefatin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kush ka përmendëm fillim këtë hadithin e dopt, apo ton. Po është hadithi do, po e ka manojnë e mirë, është mirë me mësu hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se në kohën e fundit po ndëgjoj disa, a ka thonë Allah në Kur'an? Mjaftohemi na me Kur'an, po ti Allah i ka thonë Kur'an. I largojnë hadithet, kundër hadithet. Po i ka largojnë hadithet, ama kush i ka kuptuar çat Kur'ani më së miri? Ha? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Kur'ani i ka zbrit atina. Kush ka drejt më shumë ti më na kallëzu se çka do të thonë çaj ajet apo çka do të thonë do thot çaj urdhën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka për shembull shumë dosene që kanë në Kur'an shkurtimisht e masanena i zgjanon kush hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ki çort. Për shembull thojna kush ka në Kur'an se në rakatin e parë dush me knuet i elhamdulillah. Nuk shumë kërkon. Me po me nisë me shqytë Kur'ani. Ka shumë sene, po, do thot. Ka shumë sene që ka historia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sjellja e tij, punët e tij na shpjegojnë se çish duhet më kanë një musliman. Për këtë arsye do thot bazat e fesë çka janë ulemat, çka janë te ehli sunnetit i kanë përmendë. E para është fjala e Allahut, e dyta kush? Është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai ki çort. Masë e treta vjen kiasi, masë e katërta do thotë e treta vjen i xhmai, pastaj vjen qiyasi. Apo e te këtë mezhebet për shembull çka janë te ehli sunnetit i kanë këto baza. E pastaj dikush shton edhe në sen çetën, apo sikur çka është te Imam Maliki për shembull sjellja e banorëve të Medinës, pse se ato më shumë i kanë nejt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe i kanë ditë për shembull sjelljet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kështu me radhë. Zoti është përbleftë. Amen. Hoxhi ishte kënaqësi, kena me vazhdu inshallah. Allahun e lutim ta përfundojmë 42. Shifemi në podcastin e ardhshëm me 5 hadithe tjera inshallah. Kam të lip në telefonin se ku je kusi njësa të gjej. Po ka plot xhallar, të cilët do thotë mund me vazhdu kupton. Nuk do të thonë ato i kanë tema tjera. Nuk do të thonë veç unë më kon aty, po do thotë ka edhe gjona tjera dhe xhallar tjetër përfitojnë apiketve ka pak. Amen. Zoti është përblej dhe falënderit për ftesën. Amin. Për fund du ta ceki një gjë, është një shoqat e cila quhet Help United, është në Gjermani, kush ndihmon në rrugën e dijes, Allahu ja lehtëson rrugën drejt xhenetit, e kanë si moto. Help United, mbështetje për dava, thirrjen e Islam. Dava është thirrja drejt Islamit, një ftesë për jo muslimanët që ta zbulojnë dritën e tij dhe për muslimanët që ta forcojnë e thellojnë më tej besimin në zemrat e tyre. Çdo kontribut i vogël apo i madh është një investim në dije, mirësi dhe shpërblim të përhershëm tek Allahu.
Me shpërndarjen e këtij postimi fitoni edhe ju shpërblimin e këtij projekti, inshallah. Mbështetje në media muslimane, tubime, seminare islame, leksione për studentët, shtypje e librave, mësimi i Kuranit hifz në Afrikë e tjerë. Të dhonat i keni para ekranit të Help United, kurse vëllezërit të cilët e mirëmbajnë këto është Avnikar Drolli, Enis Pireva dhe i famshmi Abu Amina Visari, i njohur edhe si Arusha. I përshëndesim gjithë vëllezërit atje në Gjermani dhe Allah ju dhosht bereqet në dava, në punë, në aktivitete. Selam aleikum.